Qindra alpinistë janë blokuar nga një stuhi dëbore në shpatet tibetiane të malit Everest. Media shtetërore kineze raportoi se ekipet e shpëtimit po punonin të dielën vonë për t'ju dalë në ndihmë dhe se me të gjithë 200 prej tyre kanë arritur të kontaktojnë autoritetet. Kjo derisa 350 të tjerë janë shpëtuar. Alpinistët u bllokuan në një lartësi prej më shumë se 4900 metrash, sipas një raporti të mëparshëm nga faqja kineze online Jimu News. Një kampist tregoi se i është dashur të pastronte borën jashtë tendës së tij çdo 10 minuta, ndërsa një tjetër që i përkiste guidës u shpreh se rreshjet janë jashtëzakonisht të larta për këtë kohë të vitit. Ndërkohë, fatin e njëjtë nuk e pati një alpinist amerikan i cili vdiq të shtunën menjëherë pasi arriti majën e malit Huayana Potosi. 66 vjeçari ishte ankuar për probleme me zemrën pasi arriti 6055 metra lartësi e më pas ndaloi së marrë frym. Ekipi i shpëtimit është angazhuar për ta zbritur me kujdes malin me trupin e burrit të pajet. E në jug të Tibetit, 44 persona vdiqën në Nepal të goditur nga përmbytje të mëdha dhe rrëshqitje toke të shkaktuara nga stuhia.